Zvenës kryeministra, njëherësh ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka reaguar për herë të parë pas komunikimit të akuzës së SPAK për çështjen e tunelit të Llogaras. Gjatë seancës plenare ku diskutohej projekt buxheti i vitit 2026, Balluku tha se nuk ka asnjë koment për çështjen në hetim dhe se nuk do të sulmojë institucionet e drejtësisë. Më duhet të them disa fjalë jo për të kompensuar baltën, aludimet, gjysmë të vërtetat dhe gënjeshtrat e thëna me bollëk kotoko. Por për detyrimin që kam ndaj kujtdo, nuk do dëgjoni kurrë nga unë akuza, sharje e as kërcënime për drejtësinë e re, edhe kur preken personalisht. As lëvdata e himna, pasi besoj thellësisht se kjo drejtësi e re e dal nga reforma, produkt i vullnetit politik të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës. Po ashtu ajo shtoi se mbështet reformën në drejtësi dhe produktet e saj, ndonse e prekur personalisht, duke theksuar se ajo reformë ka marrë mbështetjen e çdo socialisti dhe në respekt të plotë të misionit të PS nuk ka asnjë koment.